Goza përshëndetje. Mirë se erdhëm apo mirë se gjetëm? Mirë se vim të gjithë së bashku, se ky do jetë një rrugtim i përbashkët mes nesh vajzave, që le të kemi stres, le të kemi çdo gjë tjetër, kur ulemi në tavolina edhe komunikojmë me njëra tjetrën, aty është momenti më i bukur se mund të flasim për gjithçka. Që ka problemet familjare, Ta mirë të ish goth, e deri tek produktet e skincare-it, deri tek kujdesi për veten, se të mos ato. E kemi parë në fakt edhe cili prej nesh arrin të gjej paqen tek kujdesi për veten. Ndonjëherë të duhet që të ulemi me miq të mirë edhe të diskutojmë, por në të njëjtën kohë çfarë duhet thënë që bisedat tona në këtë rast, ato këshilla që flasim me njëra tjetër, nuk është se do jenë vetëm tek një pjesë, por të shpërndahen te gjitha audiencët që do ndjekin edhe të gjithë ata që mund të shkruajnë në momente të ndryshme edhe mund të thonë ndoshta ato pyetjet e tyre, komentet, review-t, ndoshta kërkojnë edhe sekretet që mund të vinë nga shumë nga ata që e ndjekin në fakt një faqe që do shikohet dhe zbulohet që ne do flasim her pas here. do zbulohet dhe do flasim, do japim sugjerimet tona, do ju vim në ndihmë praktikisht, duke ju treguar edhe eksperiencën tonë personale. Tani, Adelin, ne dim që fytyra është një domosdoshmëri për të gjitha vajzat që të jetë në formën e saj më të mirë të mundshme. Edhe të dyja e dim shumë mirë nga eksperienca, sidomos duke pasur shpeshherë kontaktin me make-upin në përditshmëri. Ky armiku i vogël duhet jetë shumë i kujdesshëm edhe me produktet e duhura. Dhe ajo çfarë më pëlqen në fakt realisht tek ajo çfarë kam parë viteve të fundit edhe te trendet që ndodhin është që ka filluar tashmë që përtej asaj të flitet për make-upin ka shumë edhe të tregohet se sa mirë është të vendosësh blushën ashtu si duhet apo të gjesh edhe buzëkuqin e duhur, të flitet për skincare dhe për kujdesin, sepse përtej asaj gjë së bukur që duhet, ne duhet dim që shëndeti është ai që vjen i pari edhe në këtë rast edhe për lëkurën, sidomos për lëkurën duhet thënë sepse reflekton shëndetin në shumë çka tjetër, pra gjithçka që ne mund të ndjejmë shfaqet edhe në lëkurën tonë, në shumë çka që tregon e gjitha. Edhe unë në fakt shpesh herë kur Ta them unë. një lëkurë shumë të mirë edhe që kujdeset shumë për të, gjithmonë duke përdorur produktet e duhura, them duket njëri i shëndetshëm, sepse është një mënyrë se si lëkurat reflekton edhe atë që ti e the, shëndetin tënd të brendshëm. Ndaj më bën edhe mua shumë përshtypje që realisht ka filluar edhe konsiderohet në këtë formë sepse vërtet janë këto detaje që tregojnë dhe me sa kemi parë të paktën edhe nga eksperjenca të përditshme se fati jon për shkak të punës na bën të njohim mirë të rinj edhe të shikojmë ndoshta problematike të shumta, të njehim me pikpyetje që secili ka, të flasim edhe të ulemi kështu të bëjmë ato bisedat e gocave që kemi thënë, po në fakt sërish me që sot me pas kam kapur me gjërat e mira dhe gjërat që më pëlqejnë është se edhe djemt kanë filluar të jenë të kujdesshëm dhe skincare. Shumë e drejtë dhe tani zakonisht ata pyesin kështu në mënyrë totalisht sekrete. Pyes për një shoqe. Çfarë mund përdor për lëkurën, ëh? Çfarë mund përdor diçka që të më mbajt hidratuar. Pas mos të duket se do e shohin shokët. Mos të duket, mos vihet ai shumë re, po nuk është turp të kujdesesh për lëkurën tënde. Prandaj gocat gjithmonë janë dorën. Gocat janë gjithmonë një hap përpara punëve. Tani nuk e di se sa do gjykohem unë për këtë deklarat. Shiko se jemi këtu për të ndihmuar, kështu që stile deklarate, Vjoles apo imja është gjithsesi në sensin e mirë për të ndihmuar, për të kujtuar kështu dhe me që po flisnim edhe po ndajeshim më shumë te këto ndihmat e komentet që gjithsecili mund të kesh, do të tregoj vetëm për një mesazh që më kishte ardhur në fakt edhe isha kurioze fillimisht për të parë dhe për të zbuluar më shumë se çfarë fshihet pasaj, po ishte një vajzë që thotë, fytyra ime është aq e thatë, më duket sikur po çahet sapo e laj. Edhe në fakt kemi parë që ka funksionuar si ankesë, duhet thënë, e shumë vajzave të ndryshme, të paktën parë edhe nga ndodhur edhe mua. Besoj. Po, edhe periudha, ndoshta edhe koha të uljes së temperaturave është një problem i zakonshëm i gocave që kanë këtë, po themi, ndjesinë e çarjes së lëkurës që nuk është fare e këndshme, edhe të gjitha jemi pastaj në një luftë të hapur për të gjetur produktin që na ndihmojë që ta zbusim, ta ndjejmë lëkurën tonë, edhe mos ta ndjejmë sikur është diçka e ku është lëkura? Lëkura e thatë është një nga problemet më të mëdha të gocave. Eksakt. Dhe pse, por nuk dua të kish informoj kështu se kam parë që të paktën ose ndoshta si popull, ne mundohemi që her pas here të gjejmë një anë të mirë në diçka që nuk mund të jetë daq e mirë, për shembull që kur kanë lëkurën e thatë, thonë që shiko se ndoshta vërtet kam lëkurën e thatë, po nuk do kem rrudha kur të plakem, po ky miti është, ky është mit.
Më shumë se sa, në fakt, po të paktën ajo çfarë duhet dim, edhe nëse kemi parasysh edhe ndoshta sërish nuk mund të shmangim. Di këtë që ka raste të njerëzve që nuk buzëqeshin edhe kur flasin janë gjithmonë kështu, që mos i rrudhoset mimika. Mika, Nuk të rrudhoset. Tani rrudhat janë pjesë e jetës, edhe janë krenari, dignitet, absolutisht. E rëndësishme është që të kujdesesh për veten tënde. Të të shkëlqej lëkura, më të të shkëlqej kur bëhet vetëm me produktet e tua. Fokusohet tek dhëmbët, po të fokusohet tek pjesa e ballit që shkëlqen nga skincare i duhur që ti ke bërë. Me rëndësishme në fakt. Tani të tregoj një histori të vogël. Pa një herë, pas e nisëm shumë bukur me historitë sot. Shpesh herë ne në biseda gocash e pyesim njëra tjetrën çfarë mund të përdor. Ka funksionuar për ty, ta përdor edhe unë? Edhe shkojmë edhe... Ore, që s'kam përdorur, në komente të shumta. I drejtohemi këtyre vendeve të ndryshme ku mund ta blejmë një produkt. Edhe pjesa më e madhe shkon vetëm në humbje parash, sepse nuk funksionon njësoj për pjesën më të madhe. Edhe po, një nga këto individët kam qenë unë, që ndisha çdo këshill që më jepte Viola. Shoqe që e kishte provuar, po lëkura e tyre mund të ishte shumë ndryshe nga unë. Lëkurë thatë, derisa një ditë bukur, bëri zbulimin e jetës Viola. Po, e bëra zbulimin e jetës, domethënë më saktë atë që do më bënte mua mirë. Motrës i vjen një porosi. Po. Edhe dihet që në një marrëdhënie motra e madhe, motra e vogël është ajo që bën gjithmonë kontrollin e garderobës, produkteve të make-upit edhe gjithçka tjetër. Dhe hapakot gjej një krem hidratues për lëkurën. Eureka. Ta provoj një herë çfarë është. Edhe funksionoi në mënyrë perfekte. E para ishte serumi që duhet të provohej. Pra, patjetër janë disa hapa bazë për kujdesin e lëkurës. Fillimisht serumi që aplikohet në mënyrë që poret ta përthithin edhe të bëj punën e tij me mirëmbajtjen e strukturës së lëkurës tënde, dhe pastaj vendos edhe kremin hidratues. Do ti që u surprizova? E sugjerove pastaj të tjerët? E kam sugjeruar. Kanë falenderuar mjaftueshëm? Më kanë falenderuar mjaftueshëm dhe po ashtu siç kam falenderuar edhe unë motrën time për këtë që e mora në mënyrë flagrante. Por që nuk pendohem fare, sa sa pastaj erdhi pakoja tjetër. Është njëri që funksionon kështu me... Shikon, duhet të... I paraprinjë të praje, se zakonisht flasim për këto krizat që mund vinë nga ndryshimet e mëdha, jo Amerika, jo Trumpi, jo kështu. Edhe garantohen njerëzit që do t'i kenë edhe të nesërmen produktet, edhe kishte porositur 2 pako. Një prej cilave patjetër e nuk. Absolutisht, po, me që po flisnim sërish edhe në biseda, edhe sidomos viteve të fundit, Trumpi kudo, Amerika, produktet, po, dhe që kam dëgjuar që Gjermania i ka më të mira. Gjermania i ka më të mira dhe këtë e besoj. Këtë e beson, e aprovon, e sugjeron, kështu që vetëm provuar. Kështu që për të gjithë i zbulon sekretet edhe tani Viola na tregove historinë, na tregove që ja more në mënyrë flagrante motrës, tregove që erdhi porosia tjetër, tani duhet dim edhe sekretin se ku ç'a shkruan ta aty. Tani, ti po më thua praktikisht që do ta zbulosh, do të japim para që ta zbulosh. Po, s'është të keq. Si është bërë kjo botë sot? Nuk kam nevojë të t'i zbuloj ty, se po ashtu edhe ti s'uni përdo. Viola ja vodhi motrës, unë ja vjedh Violës. Kështu funksionon kjo punë. Dhe pastaj bëhemi klientë. Vazhdojmë me procesin. Dhe sugjeroj. Për gjitha vajzat, dhe këtë e them shumë seriozisht. Nëse doni të gjeni rutinën e duhur, e nisim me hapat bazik. Mjafton një serum nga Skin Pro, i cili është me acid hyaluronik, ky emri i komplikuar, por që të bën derman. Imagjino sa mirë ka bërë sa emrin e tha kështu me përpjekje se gatrojnë të gjithë. I kisha memorizuar. Dhe ai çherë se ka dhënë porosi nuk di. Hapi i parë është aplikimi i këtij serumi që siç e thash edhe pak më përpara, të përthithet nga lëkura edhe të bën më të mirën e tij të mundshme dhe pastaj vendos sipër kremin hidratues, i cili ka teksturë, por kur e ndjen në lëkurë duket sikur mirë. Nuk e di ç'ke vendosur aty, edhe mund të pushtosh botë në ato momente. Shumë e rëndësishme kjo ndjesia që mund ta përdorësh në mëngjes përpara se dalësh në shtëpia. Unë e kam përdorur edhe në shumë raste. Tani tregon vërtet që ke riaplikuar produktet edhe pas gjatë ditës, hequr make-upin dhe pas ripërdorimi i të gjitha produkteve. Edhe në mbrëmje.
Edhe në Mirë, patjetër, po sidomos edhe gjatë ditës, se Violës nuk i pëlqen shumë të jetë me make-up gjithë kohës, kështu që pas përfundimit të punës, heq make-upin dhe fillon me produktet e Skin Pro. Ti më ke parë. Po më fal që i ndava sekretet, po tani sekrete gocash do i themi ca gjëra. Po këtu jemi për të darë sekrete. Sekrete publike. Sekrete publike, si shumë sekrete të tjera që i dinë gjithë, po sërish duhet thënë që Mbas nuk e nuk kujtojmë gocave. absolutisht. Dashuria për veten është Kresorja. kryesorja. Ti nuk mund të duash të tjerët dhe unë shpesh. Ai dashur të tjerë më të zgjuar se unë përpara meje, po Po mirë, se po e përforcoj. Përsëritja është më madjes. Më e dijes, kështu që Kujdesuni për veten gjithmonë. Dashuria për veten është vetëm një formë se si mund të duam të tjerët nesër. Ne do Nuk i pruam sekretet, se ishte kështu bisedë Jo, shumë e shpejtë. Timi I tham kush jemi, mi sa harrova. Unë jam aty. Viola, kolega ime Adelina. Po. Edhe do i ndajmë kështu sekretet bashkë me njëra tjetrën, u zotuam, i tham ca gjëra, po është as fillimi, është prezantimi, kështu që sërish do shihemi, do flasim. Ju deri atëherë sigurisht që do ndani eksperiencat tuaja. Se jemi akoma të turpshëm. Apo shkruajmë për turp në të dyja fakt. Kështu që është tamam. Deri atëherë ju sigurisht do të na çoni komentet tuaja, të më tregoni si ka funksionuar për ju. Ndani edhe ju sekrete se ne i ndam, kështu që duhet ta bëni edhe ju, se siç është shpreha, do vemi se na kanë qenë gjithsesi deri atëherë, kujdesuni për veten.